Bitë e Israilit dhe zër e kanë munduar shumë Musa alayhi salatu wasalam. E kanë munduar shpirtnisht. E kanë munduar edhe fizikisht. Çi kanë munduar fizikisht dhe zër? Allah shohim çfarë se kanë munduar fizikisht. Transmeton Imam Buhariu dhe Imam Muslimin nga Abi Huraira radhiyallahu an se e ka dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë hadith: "Kanat banu Israila yaghtasiluna uratan." E kanë pas tradit bitë e Israilit kur janë në për hamamet e tyre, për lumejt e tyre, janë pa tesha. Nuk e kanë pas. Jam ledh. Burra janë lanë, lumë njëri aty mirë pa tesha, komplet i kanë laë, s'ka pas banja sigur sot. Thot: "Yanzuru ba'duhum ila ba'din." Dhe e kanë pa cullak njëri tjetrin. E kanë pa cullak, pa tesha kanë pa njëri tjetrin. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Wa kana Musa yaghtasilu wahda." E Musa alayhi salam nuk pranonte mula me ta. Shkonte lahej vet dhe fshehej prej popullit, që nga marrja dhe turpi që mos ta shohin njerëzit. Fa qalu, e tani vini rreth. Subhanallahu, Allahu jalla këta ka përmend në surën Al-Ahzab. Allahu jalla thot në Kur'an: "Ya ayyuhalladhina amanu la takunu kalladhina adhaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha." Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, thot: "O ju të cilët keni besuar, mos u bëni si ata të cilët e kishin mundu edhe e kishin lëndu shumë Musa alayhi salatu wasalam." E kanë mundu. Shikoj edhe këto që i kanë thënë. I kanë thënë: "Ka shku Musa vet mula. 1 2 3 ditë kanë po shpesh. Kish s'po lahet be me neve, s'po del ki cullak, s'po del ki i zhveshur." E tash vëzër, shiko, men të mira edhe njeri mirë çka thot? Thot: "Kjo pejgamber." E pa këta kur gjo mos me ditë për ta, kjo pejgamber, Zoti ka kallzu diçka. E dyta, hiç mos më kon pejgamber. Jo jemi tu lot cullak, po me mend çnosha, çka thot njeri? Pivi ka marrë. Po shkoj ka buloj ka vet. Jo vëzër, tok ndryshe kanë thënë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam: "Fa qalu wallahi." Dhe bjerë bekan bo. Këto ani këto kur bojnë beje, keni bado? Po shallah në madh. O ti sa më shumë qezon te çonzonin tin Allah, hiç besohet ti. Ti sa më shumë që ban be, hiç besohet se ti veç e përlin emrin e Allahut. Se ti veç e ke shpërdor emrin e Allahut. Allahu ja thot për munafikat në Kur'an, ata të cilët betimin në Allah e morin për mburoj, për të shpëtuar prej dënimeve të kësaj bote. Ama në xhenem ç'kan me shpëtuar? Çka kimi thon Allahu gjela që ti rren tu e ti që të rrejt, që e përdor kasemin bejën Allahit të e di që i të rrejt. Par dënimi kanë me pas atë njëve zëtë e din si dilin mes dit se atu bo be a atu rrejt. Atu rrejt, munafikat kanë bo bejën Allahu gjela gjelalu. Wallahi kanë thonë, Allahin e kena të shpita. Shikë që kanë thonë këta? Kanë thonë pasha Allahin, Musa nuk lahët me neve, kanë thonë po se aj është Eder. Qka është Eder? Ka shikën edhe që kanë thonë, është ka turpë se për nga mësa me ka kalëzu, ka thonë ka të mejtë në vrejtin e vetë. Qështu kanë thonë? Këshire ku ka shku menja e likë, ka thonë a di ki pse s'laat me neve, se mula me neve du të mula cullak. E kur të laat cullak i dele meta. Hajde mete me pas ton ka krija e ka trupi. Jo, në vret e ka, në pjesën gjenitale e ka. Shikove zërë, njerëzit janë çudit që më Allah kur zgjenë Qka me gjetë meta, thot nërteshat e mrenshme e ka të metën. E qish me zbuluna, Allah? Qish me zbuluna, qish e ka të meta se ka? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, kanë bo be dhe be kanë bo pasha Allahin. Musa nuk lahet me neve, vetëm se në organin gjenital ka një të met. E ka një të met. Por që ta s'do me ne kalzu neve, e aj pëm lo, la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa dhahaba marratan yaghtasil. Edhe një ditë për ditëve, njëjtë shkon largohet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahu dëshiron mi u kallzu këtë në njerëzve kokfort, zemërngurt, gjuhlig, se nuk ka qashtu. Nuk është ashtu. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa dhahaba marratan yaghtasilu fa wada'a thawbahu ala hajarin. Shkon një ditë për ditën lum, mula, edhe shkon pas një gurit. Edhe i le teshat aty, nalt te guri, një guri madh, edhe fillon mulati afër, a kërkush nuk e shef. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, fa farra al-hajaru bi thawbi. Allahu, çikollëzë, e ndryshon ligjin universal
për t'i kallëzu kokfordve se nuk është akuzat që shpo thoni ju. Ha, që kam bo? Thot Allahu Gjela, thot pejgamberi alayhis salam, iki guri. Tu dash mi mor teshat Musa për mu vesh, guri ka ik. Ka ik guri me gjithë tesha. Thot pejgamberi alayhis salam, fa kharaja Musa fi ithri. E Musa pengon gurin ti more teshat. Ti more teshat dhe të mlohet. Atër thot, yaqulu thawbi ya hajar. Teshat bjemi o gur, hik mos hik. Beri teshat se kanë me mpa cullak njerëzit. Kanë me mpa pa tesha njerëzit. Shiko dhe zër, Allahu Gjellu Ala ka bë që ta shohin këte njerëz se këto pa e pa cullak nuk bindën. Këto pa e pa cullak nuk bindën. Allahu Gjellu ka lëviz gurin, ta shohin Musën cullak pa tesha, se nuk bindën se qasi njerëz janë. Qka i thanë për Harunin? Ti e ke vra Harunin. Ti e ke vra Harunin. Apo, kur e pa të mbra një njeri ata, e nuk dishin qish me abo. Qka i thanë Musës kur i tha prendën një lop, dhe t'ja i gari të bo me neve. Hajde duke me zgjidh problemin me shpallë këto thëshën ai gari të bo. E tash vezër këto. Mi u thon Musa, nuk kam të meta unë organin gjenital. Ha. Çka i thon këto? Ja, do të më pa ana. Çështu njerëz janë këto vezër. Ju a vjen ai gari po çështu. Shikoj çka thot pejgamberi sa. Hadithi sa i Buhari sa i Muslim. Përcjell në atje kush do me përcjell nëse mundet me përcjell. Thot pejgamberi alayhis salam fillon me bërtit Musa. O gur teshat vjemi. O teshat vjemi o gur. Atare thot pejgamberi sa hatta nadharat banu Israila ila Musa. Deri sa bitë Israilit e shikojnë Musain të zhveshur që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Thot pejgamberi alayhis salam fa qalu wallahi ma bi Musa min ba'sin. Ka thon pashallahin Musa asnjë tmet nuk e paska. Këshyri mend ku i kanë këto dhe zër. Çto këshyri ku i kanë mend këta? Pashallah i ka thon, kjo asnjë tmet se paska. Po ju ba ajni mirë me krije ku i menoni be. Ajni me men ku i qoni mendve. Po qëfar sistemin mendor keni ku i një të menu që ja i ka të metën. Vend se me dhonë, o kja i turp shumë i ven mare laët vetë. Po fundi kja pengamber. Qka ju intereson pse laët vetë e kështu më ratë. Mirë po dhe zër, ja, qëto. E na pikazojna qëto dhe zër, për me pru ketë histori qëto. Se ka plot qështu që thonë, a be ki e ka një të metë, po i shalave të ti dale, apo. A jeton, a keni pa atë fotografien me skelet të bënejt njerin karrike, të përit me gabuaj tjetëri. Në skelet ka me të ki. I shala të më, o edhe sa vjetë të me prit, lullo. Sa vjetë të me priti, apo, u ka metaj, kemi në pa bidhë një lejtë ala. Qa u pa kjo bidhë një lejtë ala? Që e ki pa të jalloj, si duk me atë, e trus kur dusha. Qiko ka thonë, pasha zotin, as një të mejtë se paska. Apo, dhe kjo që ka argumenton dhe zërë, se sa ka dalë culla, ku e kanë këshirë? Në vret. Të në vret. Që kanë thonë qëfar muskull, a qëfar muskull ka pas? Thot për nga me zame, kum pa musën. E kum pa kur jam gjitë një sra dhe mi'raj. Kum pa njerit gatë, njeri muskulator, i cili as nuk ishte trash, as nuk ishte i hollë, po i mbushur. Apo, e kam pa musën, thot. Për nga me zame ka pa këshyre, këtë bukurien tjetër. Ata kanë min njerë, kanë shku që ati kus du të me këshirë. Ka thonë vallaj musën se pas ka të problem. Apo, ka orë transmetime tjetër në syretin më të bukur që mundët Zoti me kriju një njëri. Komplet trupin që ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi Allahu, pejgamberi Zoti xhelal xhelal. Atara wa akhadha thawbahu fattafiqa bil hajri darban. Ha, ka thonë pejgamberi alayhis salam, e merr Musa shpejt teshat veshat edhe fillon me mshu gurit me tesha. Se hike se më zhveshe, pra shkaku jot zhvesha. Po këta si ju dhe zë thëtë Allahu të bareke wa ta'ala, o ju të se të keni besuar, mos u boni si ata të cilët e kanë lënduar dhe munduar Musajnë a.s. Edhe shpirtnisht, edhe mendërisht, edhe fizikisht e kanë maltretuar.